kush janë edhe përgjegjësitë dhe qëllimet tona publike nga përgjegjësia individuale e secilit para ligjit dhe nga qëllimet e errta personale të kujdo që përfiton. Nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtsinë e re, edhe kur preken personalisht. Ironi e kohës duke sikur tadhet me dy figura që dikur ndoronin të trashëgonin karikën e Edi Ramës. Në të njëjtën ditë, kur Belinda Balluku paraqitën SPAK për të njohur me akuzën e shkeljes së barazisë në tendra, edhe me masën e ndalimit të daljes jashtë vendit, rivali i saj politik Erion Veliaj mori një fitore të përkohshme në gjykatën kushtetuese, e cila rrëzoi si shkarkimin e tij nga Rama, ashtu dhe dekretin për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Ndërsa Veliaj buzëqeshte për vendimin, Balluku doli i rënduar nga SPAK, duke pritur jo vetëm gjykatën, por shëntrimin e Kadi kryeministrit. Po atë ditë Veliaj humbi kërkesën për të pajisur me pajisje teknologjike në qeli për studimin e dosjes, ndërkohë Balluku priste që Kolegji Penal i Kushtetueses, nëse ankimimi i saj për pezullim nga detyra, do të kalonte për shqyrtim. Në teori, kjo është pjesa më e rëndësishme e një shteti ligjor, por dy ish pretendentët e pushtetit duken të paralizuar politikisht, pa e kuptuar se fiet i mban në dorë vetëm kryeministri Edi Rama. Kryeministri, duke interpretuar publikisht vendimet e drejtësisë, mundohet të krijojë idenë se ndaj Ballukut e Veliaj po kryhet një padrejtësi, duke ushqyer opinionin insinuatën e një grushti institucional. Njëkohësisht ai po qetëson Ballukun, e cila përbën rrezikun aktual, ndërsa Veliajin e ka neutralizuar prekohesh. Balluku, ndryshe nga ish kryebashkiaku, po kërkon tim tek Rama, duke treguar se kupton funksionimin real të drejtësisë së re. Kryeministri, i cili nuk lë asgjë rastësisë, ka dy skenar në dorë, varësisht nga vendimi kushtetueses. Ose do të arsyetoj se ka respektuar gjyqësorin, ose do të dalë fitimtar përpara Ballukut, duke ia kujtuar ditën kur e priti për orë të tëra në zyrë. Në fund, Rama shqetësohet vetëm për leximin që do t'i bëjnë vendimeve ndërkombëtare. Për çështjen e brendshme, ai e di se ka gjithçka nën kontroll. Ndërsa Veliaj ka zgjedhur heshtjen, Balluku jep shenjat se betejë e saj e vërtet është me Kadiun në majtë të pushtetit.